Rreth 75 të moshuar të cilët ishin përballur me kushte as pak njerëzore u zbuluan në 2 azile pleqsh që operonin ilegalisht në fshatin Jagoda të Bullgarisë, njoftuan autoritetet në Sofje. Ministri bullgar i drejtësisë paraqiti imazhe shqetësuese që tregonin banorë të moshuar që ishin lidhur, si dhe kushtet e mjerueshme të jetesës brenda objekteve. Disa nga individët u gjetën në gjendje kritike shëndetësore, 18 u transportuan me ambulancë në spitalin Stara Zagora dhe 2 prej tyre janë në gjendje të rëndë. Të gjithë u shtruan në departamente të ndryshme për ndërhyrje të menjëhershme mjekësore, deklaroi ministri i drejtësisë i Bullgarisë. Autoritetet theksuan se në javët e fundit disa përpjekje nga zyrtarët për të kryer inspektime ishin penguar. Disa nga banorët ishin lidhur, ishin mbajtur në ndikimin e qetësuesve të fuqishëm. Analizat e gjakut po kryen tani për të përcaktuar substancat e përdorura, deklaruan autoritetet në Sofje, duke shtuar se procedurat hetimore janë duke vazhduar. Objektet ishin të regjistruara si prona me qira dhe jo si ofrues të licencuar të kujdesit shëndetësor ose shërbimeve sociale. Ministri i drejtësisë në Bullgari i përshkroi objektet si shtëpit merri. Dyert ishin të kyçura, dorezat e dritareve ishin hequr nga brenda, higjiena ishte e tmerrshme dhe nuk kishte mjaftueshëm shtretër. Telefonat u ishin konfiskuar të moshuarve dhe nuk kishin asnjë kontakt me botën e jashtme. Të moshuarit duhet të paguanin nga 500 euro për një dhomë në këto azile të palicencuara. Një banor tha se ishte përpjekur 2 herë që të arratisej, por ishte kapur. Autoritetet bullgare arrestuan 5 individ të cilët operonin këto objekte të paligjshme.